tjerë, pot faktorit ndërkombëtar, që vazhdojnë të mbështesin narkoshtetin me të gjithë fuqinë e tyre. Por ne nuk humbasim durimin. Ne konsiderojmë mision shumë i vështirë. E vërteta është që narkoshtetin e ndërtoi Edi Rama. Kjo nuk ka diskutim. Por e ndërtoi të jemi të hapur, me mbështetje të hapur të ambasadorit Donald Lu, të George Sorosit. Jemi këtu apo jo? Me heshtjen e plot të ambasadorit Bashkimit Evropian. Jemi këtu apo jo? Mirë po, kohrat ndryshojnë. Sot përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në një seri takimesh njëri pas tjetrit me zyrtar shqiptar sjell mesazh kryesor luftën kundër karteleve të drogës dhe terroristëve, bashkëpunëtorëve me kartelet e drogës. Ju kujtohet fjalet e në verën e vitit 2015 përgëzonte policinë për luftën kundër drogës në një kohë kur Shqipëria ishte mbjellur anë këmbë. Ju kujtohen raportet që bënte Vllahisa, që i mirte nga zyra e Ramës dhe i dërgonte në Komisionin Evropian për betejat e suksesshme të Edi Ramës që ndërtonte narkoshtetin të vërtet. Përsëri, nuk them se nuk ka avoketur të narkoshtetit, por jam më optimist se kur, sepse për vendet e lira, gjithnjë me qartë bëhet se rreziku i drogës dhe i karteleve është i njëjtë me rrezikun e terrorizmit, ndaj dhe ato po sulmohen, po kualifikohen si të tilla. Po, ka dhe sot diplomat që nuk duan të ndigjojnë, që thot Berisha e tepron me këtë punë në narkoshtetit. Unë e kuptoj, po u them se ke një avokatit të vështirë këtyre zotrive, kam respekt, por kanë avokatit të vështirë. Berisha nuk shpik narkoshtetin. Narkoshteti është, për fat keq, ka ngërthyer si gaforre këtë vend. Dhe ata që përpiqen ta fshehin, u them se dielli me shosh nuk mbulohet. Zoti Berisha Andon Kello nga BC News, kam dy pyetje që lidhen me të njëjtën çështje. Ditën e sotshme, Erion Velia i është drejtuar gjykatës kushtetuese me padi për të kundërshtuar shkarkimin e tij nga detyra e kryebashkiakut nga Këshilli i Ministrave. Kjo lëvizje vjen vetëm disa ditë pasi ju ja sugjeruat këtë lëvizje avokatëve të tij, disa ditë më parë në një konferencë. Pyetja e parë është si e shihni ju këtë lëvizje të Erion Veliajt, dhe pyetja e dytë, sadopak politikisht, a ju shërben kjo lëvizje për t'ju dhënë edhe juve pak më shumë kohë si Parti Demokratike për të gjetur kandidatin? Faleminderit. Faleminderit për pyetje. Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, pasi bëri çdo lloj përpjekje për të bërë pazar me Erion Velin, që të mos të pranoj shkarkimin dhe të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese, duket se dështoj në këtë përpjekje. Do më thënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoj marrëveshjen gjersa a ju ka kërkuar avokatërve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Kjo është përgjigja e parë. Pavarësisht nga kjo, sot është ditë e hënë, Prishti nga ora 1, kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty
për datën e zgjedhjeve. Tani, me qenë se shton një problem, të garantoj se opozita, sot, në këtë moment që flasë, ka jo një, por ka disa, jo një, por disa, kandidatë dhe kandidatë të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit. Të pakrahasueshëm. Ju ftoj, zotëri, të rikujtosh vetëm një moment. Tronditjen e tmerrshme të Ogertës kur mësoi se emrohet kandidate për kryetare bashkie. Merë shife pak atë pamje. Merë shife. Nuk ka pamje që flet vetë më shumë se ajo. Ajo e kuptoj se Edi Rama lau duart me te. Se Edi Rama e dorëzoi atë në fatin e kujt? Në fatin e Erion Velis. Zotëri, s'kam tani, du ta dija pyetje se do bëje, do kisha paraqit këtu në momentin. A mundet ti thush tjetrit ti që të caktoj kryetar Bashkia e Tiranës është posti i dytë pas kryeministrit për një forcë politike. Është posti i dytë pas kryeministrit për një forcë politike. Të caktoj pra për kryetar të Bashkisë në Tiranë dhe ajo të mos mund të përmbaj të merrin, ankthin. Ajo në atë moment shifte përpara vetëm një ftyrë, ftyrën e Erion Velis. Ajo e pa që dosjet e Covidit, tendrat me çmime 3 herë më të larta se ndërkombëtarët. Ajo e pa se qëllimet e saj të konvertuara në vdekje të njerëzve. Ajo i pa shpirtat, para shpirtat e të vdekurve që i vidin për para. Atë kujtohet ty, kur doli se ajo falsifikonte me 5 herë numrin e të vdekurve. E malë me në besoj. Bravo. Dhe kur doli instituti i anatomisë patologjike dhe botoi ato, nxori Najadën. Nxori Najadën si mashtruesen, si ishte Najada. Ato ishin komunikata direkte që Najadës i shkonin nga ministria. Pra, tani, merë ti këtë njeri me këto kusure që kërrusin edhe malin. Me këto kusure edhe thuhet ti kjo të kandidoj. Po në qoftë se ka njëri qytetarët e Tiranës s'duan t'ja ndigjojnë emrin. E parë në fytyrën e saj vetë qytetarët e Tiranës. Si e priti ajo emrimin nga Rama për kryebashkiake? E parë në vetë ata. E parë në vetë. Kështu që as nuk ekziston, ta themun ty, problemi i kandidatëve nga opozita janë disa dhe të pakrahasueshëm se cili me korbën e korrupsionit i ka vendosur edhe Nestian Gonin si drejtues fushate për t'ja bërë një Nestian Gon tjetër më vonë, një letër tjetër.